dhe i dha lajmin se në mëngjes ti me familjen tënde do të largosh pe këtu se ka ardhur urdhri që këta do të përmbysen dhe do të shkatrohen. Është ai moment kur luti me familjen komplete me bashkëshortin e tij dalin prej shtëpisë. Por me një kusht, nëse dalin, mos kthejnë kokën mbrapa, siç ka ndodhur me popullin e tyre. Po u kthej kokën do të përfshihen nga dënimi. Luti alayhis salam së bashku me vajzat ecën dhe nuk u kthin mbrapa përveç bashkëshortes së tij. U kthye nga populli vet dhe ju dhimbse populli. Au çka e gjeti popullin se e po, pjesa e tokës u ngrit lart në qiell dhe e kthyn mbrapa atë pjesë të tokës. Përfundi u ndes zjarr. Hudhte Allahu xha prej qiell gur të ndezur. Edhe goditet në momentin që e kthen kokën, goditet kjo grua me gur të madh në cilën gur është shkruajtur edhe emri i saj. Dhe në çdo gur ka qenë emri i personit me cilën do të vritet. Ose se person që ka do vritet me atë gur, ka qenë në atë gur emri i tij i shkruar.